Skleroza ose dementia, që quhet ndryshe edhe diabeti tipit të tretë, është një gjendje e dhëmshme për pacientin dhe një situatë e dhimbshme për familjarët e tij. Është vetëm një arsye, është keq rregullimi ose keq funksionimi i insulinës. Janë shumë arsye që e shkaktojnë këtë. Do flasim më poshtë, por në çfarë mënyrë ke insulina, janë dy arsyet. Nga një anë kemi rezistencë ndaj insulinës, e cila nuk fut dot sheqer brenda në tru, nuk jep dot energji. Dhe nga ana tjetër, me që kemi rezistencë nga insulina, kemi dhe nivel të lartë të insulinës në gjak, hiperinsulinemia, e cila nuk lejon prodhimin e energjisë të dytë që truri mund të përdorë, që janë ketonet. Pra, truri ngelet pa glukozë, ngelet dhe pa ketone. Këto janë të vetmet energji që ai mund të përdorë, ndryshe nga gjithë trupi jonë. Këto qelizat pa energji sigurisht që do zvoglohen, do vdesin. Edhe vetë trupi do zvoglohet dhe do humbasi masën ose neuronet, qelizat nervore. Nuk ka pasur asnjë përmirësim të paktën në këto 100 vitet e fundit që kur kjo sëmundje është diagnostikuar në fillim, pavarësisht se ka miliarda dollar fonde nga të gjitha anët, dhe këto fonde janë kaq shumëta sa menjëherë pas kancerit studimet më të mëdha dhe fonde më të mëdha janë dhënë pikërisht për demencën ose për sklerozën. Në fakt, problemi nuk është ata synojnë gjithmonë pjesën gjenetike, siç ju kam thënë, nuk është kjo problemi i demencës ose sklerozës ose i shumë 80% të sëmundjeve që ju kam thënë deri më sot të sindromit metabolik. Problemi nuk është gjenetik, problemi është metabolik, është ushqimor. Ka predispozitë gjenetike, por nuk është gjenetike. Çdo ilaç provuar deri më sot, janë bërë me qindra ilaçe për demencën, janë prodhuar, janë provuar, kanë dështuar, edhe të vetmet 2 që kanë arritur të mbjetojnë, që janë aprovuar nga Instituti i Barnave në Amerikë, me fjalë, edhe ato janë tërhequr më njëherë pas pak muajve, sepse nuk kanë dhënë dëme jashtëzakonisht shumë të mëdha. Ka shumë më shpresë dhe studime në këto 10 vitet e fundit që kanë treguar jo vetëm përmirësim të demencias, por edhe rikthim në pothuaj normalitet, nëse ato fazat janë të hershme dhe jo të vonshme, duke ndryshuar stilin e jetesës dhe nëpërmjet pjesës metabolike. Për këtë do flasim sot dhe me plot siguri. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe sot do ndaj disa lajme të mira për trajtimin metabolik të pacientëve me sklerozë. Ndajeni këtë video me këdo që njihni dhe do përfitojnë nga këto dije. Nuk do të dëgjoni këto këshilla siç ju kam thënë nëpër televizione apo media të ndryshme, sepse janë falas dhe asnjë nuk i bën reklam ose një produkti që nuk fiton lek. Demencia është shkaku i tretë i vdekjeve në kohën tona, pas zemrës edhe pas kancereve të ndryshme. Truri i personave me sklerozë zvoglohet dhe paksohet diku ke 20-30%, duke presur zonat e kujtesës, sidomos të lëvizjes, të folurit, arsyetimit. Kemi rreth mbi 100 lloje sklerozash. Më kryesoret, po ju përmend ato që besoj i keni dëgjuar, e para është sëmundja Alzheimer, diku ke 60-80% e të gjithë demencia sklerozës janë Alzheimer. Është skleroza vaskulare, 20-40%. Kjo, kur kemi parasysh hemorragji në tru ose trombi në tru, pikërisht dëmtimi ose bllokimi, mos furnizimi me gjak do ta vdes të pjesë të trurit, dhe nëse këto pjesë të trurit ka të folurin, kemi këtë problem ose të ecurën. Keni parasysh kurdo që ka hemorragji në tru. Kemi sklerozën frontotemporale, diku ke 10%, fronto është tu, temporale është tu anash. Kemi dhe demencian e trupave leu, 5%, dhe shumë rrallë pasaj kemi ato demencën e përzier, demencën e të vjetërve ose të moshuarve, demencën alkolike, e cila ka, për shkak të harxhimit të vitaminës B1 në tru. Kemi normal pressure hydrocephalus, Huntington disease, ju keni dëgjuar besoj, janë ca emra të tjerë, edhe Parkinsoni, edhe ALS-ja janë të ngjashme dhe janë probleme të sklerozës ose të demencias. Kush janë shkaqet kryesore, ti përmendim, siç u thash, janë gjithë ato shkaqet të cilat shkaktojnë problem të insulinës, mos funksionim të insulinës në tru. E para është një gen që është vërtetuar që quhet ApoE4, pra nëse
ato ne marrim nga prindrit një gen nga nëna, një gen nga babai. Nëse ne marrim nga të dy prindrit këtë gen apo e forë, atëherë ne kemi një rrezik mbi 50% që të smuremi nga demencia, nga skleroza. Po kemi nga njëri nga prindrit rreth 30%, po nuk kemi nga asnjëri, prapë ka rrezik rreth 10% ose 9%, po që rreziku është shumë më i ulët. Gjithmonë këto rreziqet nuk është se do shfaqen vetëm nëse ne ju japim mundësi. Pa kjo është predispozita gjenetike. Ka një lidhje shumë të fortë statistikore nëpërmjet marrjes së ilaçeve, siç kam gjithmonë ilaçet kanë ato efektet e dëmshme, disa herë janë shumë të dëmshme. Këto grupi i ilaçeve antikolinergjik, ju përmenda edhe ke 2 vite të mëpara, janë këto antihistaminikët, antidepresantët, antipsikotikët, antiparkinsonikët, anti-incontent, mos mbajtja e urinës. Janë këto listat në këto tabele, po publikoj tabelën anash, shikojeni aty më saktë. Fruktoza, ju kam thënë, fruktoza nga frutat, nga ëmbëlsirat, nga sheqeri, nga mjalti. Ai fruktoza zakonisht ose shumica metabolizohet në mëlçi, jo në vend tjetër në mëlçi, por një pjesë e vogël metabolizohet në zor dhe në tru. Po që të metabolizohet nga që nuk është ushqim normal, natyral i joni, ai kërkon shumë energji, thith shumë energji që të shpërbëhet ose që të hiqet qafe, kur thon. Dhe në tru me truri është ai që thith ka mbi 20% e energjisë që ne prodhojmë në trup e merr truri menjëherë. Dhe truri nuk mund të japi, por fruktoza do marri me zor. Duke marrë energji, ai do marrë atë që quhet ATP. Energjia që prodhohet në gjithë trupin ton është ATP. Duke i marrë energjinë, kjo ATP do të shndërrohet pas disa reaksioneve biokimike, do shndërrohet në acid urik. Besoj e dini fjalën acid urik, i cili krijon inflamacion, dëmton enet e gjakut në tru, frenon prodhimin e energjisë sepse dëmton mitokondren dhe shkakton rezistencë ndaj insulinës. Pra, fruktoza është e vërtetuar që dëmton energjinë që prodhohet në tru, shton vdekjen e qelizave të trurit. Tjetër shkak janë infeksionet dhe inflamacioni. Të gjitha këto sidomos nëpërmjet ngazorët, këto inflamacion, nëpërmjet nervit vagus, ju kam thënë ai nervi që i nervon gjithë pjesën e barkut dhe shkon në kokë, nëpërmjet atij do t'ja japi sinjal dhe sidomos inflamacionin dhe do krijojë këtë rezistencë ndaj insulinës, mospranim të sheqerit. Kemi dëmtime vaskulare ose hemoragji, janë këto pllakat ateroskleromatike, kemi dëmtim të murit të enëve të gjakut. Janë disa sëmundje bashkëshoqëruese, çrregullimi bipolar, skizofrenia ose depresioni, të cilat shkaktojnë demencia ose sklerozë. Ndalimi i frymarrjes ose paksimi i frymarrjes në gjumë, sepse ulet oksigjeni. Po ul oksigjeni, truri është organi më i ndjeshëm në trupin ton për oksigjen. Sa më pak oksigjen, aq më shpejt i vjen vdekja e qelizave nervore. Është diabeti tipit të dytë, mosha e madhe, jashtëzakonisht e madhe, trauma të kokës, goditje, kirurgji, hipertensioni dhe shëndoshja e tepruar ose obeziteti. Edukimi, një shkak tjetër i madh është mënyra se si ne mbajmë trurin të aktivizuar ose të stërvitur tërkohës gjatë gjithë jetës sonë, duke bërë lexime, me ushtrime, përpunimi informacioni, ato sudokut ose ato fjalkryqet që bëhen, shkollimi, arsimimi që gjithë njerëzit kanë. Dhe faktor shumë i madh, jashtëzakonisht i madh, gjithë janë mëdha me fjalë, po është jeta sedentare, e pa lëvizje, e shoqëruar me pirjen e duhanit dhe të alkoolit. Të vërtetuara që shkaktojnë demencia. Ka disa faza sëmundje, ka disa përcaktime, po ju postoj këtu në të tabelë që të shkurtojmë çiko dhe le të mos u mbasim kohë e të flasim se si të ndalojmë dhe si të përmirësojmë të gjitha këto probleme që sjellin, këto sëmundje quhet e para quhet sëmundje diabeti tipit të tretë, sa për qofse dëgjoni ndonjëherë Alzheimer ose demencia ose skleroza ose diabeti tipit të tretë, janë të gjitha e njëjta gjë me kjo. Pikërisht sepse siç u thash, ka lidhje me rezistencën ndaj insulinës. Pra, që ta shërojmë ose ta përmirësojmë atë, terapia kryesore do të ishte një dietë ushqimore me minimumin ose as pak karbohidrate, siç ju kam thënë, edhe në videot e kaluara. Është provuar sepse ka rezultate të mrekullueshme kudo në botë. Është e para ABC-ja. Gjithashtu duke bërë këtë
këtë lloj diete, ne do ulim trigliceridet në gjak, që janë të dëmshme, që shkaktojnë probleme zemre etj. Dhe do të rrisim nivelin e HDL-s. Keni parasysh kolesteroli i keq që i thon, nuk ka kolesterol keq, po kolesteroli i keq është LDL. Ndërsa kolesteroli i mirë që e keni dëgjuar që është HDL-ja. Pikërisht kjo HDL-ja, duke rritur HDL-n me dietën keto ose pa sheqer, do të shkojë dhe do të thithë ose do të tërheqi këtë genin apo këtë proteinën në fakt apo E4. Dhe duke hequr këtë do japim mundësi trurit që të mos prodhoj më shumë lëndë që krijojnë vdekjen e qelizave nervore. Pra do ta lehtësoj qelizat nervore që të mos të dëmtojnë. Tjetër, pra si ju thash, ke dieta gjithmonë hiqni frutat edhe përgjithmonë vajrat vegetale. Nuk kanë justifikim. Nëse ju ankoni nga një smundje dhe hani produkte ose gatime me vajra vegetale, nuk ka kuptim. Vajrat vegetale duhet të hiqen nga qarkullimi, nga çdo lloj smundje. E dyta është agjërimi i gjatë ose fasting. Pse? Sepse duke bërë fasting, ne do japim mundësi trurit, siç e thash, ka dy rrugë që truri mund të furnizohet me energji, ose nëpërmjet glukozës ose nëpërmjet ketoneve. Ketonet ai nuk i prodhon dot, nëse ne kemi insulinë të lartë. Sheqer nuk merr dot sepse kemi rezistencë a insulinës dhe prandaj do kemi ngordhje ose vdekje të qelizave nervore 20-30% dhe pastaj kemi vdekje fizike totale të trupit të njeriu. Pra, ne duhet të krijojmë atë fastin ose atë agjërimin në krahasët e demences 18 orë, 24, 36 orë në mënyrë që insulina të bie dhe të prodhojnë ketonet. Po prodhojnë ketonet shkojnë direkt në tru par transportues pa asgjë dhe fillojnë rigenererimin, përmirësimin, riformatimin e geneve në ADN-n e qelizave dhe ka shumë studime që thonë që qelizat neurone mund të riformatohen nga fillimi. Shumë deri më sot nuk pranohet, po që studimet kanë treguar që për shkak të sjelljes, përmirësimit, kthimit në normalitet dhe studimet që janë bërë në qelizat tregon që janë rirregulluar nga fillimi. Tjetra, truri gjithë trupi jonë prodhohet energjia dhe ato qelizat si punë e shtëpisë, me fjalë prodhon, ha dhe nxjerr mbeturinat. E njëjta gjë dhe qelizat tona. Gjithë mbeturinat e metabolizmit dalin jashtë qelizës. Në të gjithë trupin ton kemi një sistem që quhet sistemi limfatik, i cili merr këto, i heq dhe i nxjerr jashtë. Një pjesë nëpërmjet mëlçisë nga zora, nga tëmthi dhe një pjesë edhe nga veshkat. Truri nuk ka sistem limfatik, po ka një sistem që quhet sistemi limfatik. Pra, dhe është shumë i kufizuar ose i limituar. Ai ndodh vetëm në stadin e thellë të gjumit. Pra, nëse ne nuk kemi një gjumë të rregullt ose një gjumë të stabilizuar, ne nuk do harim dot të heqim këto mbeturinat nga truri jonë. Dhe ato do depozitohen tërkohës, dhe pastaj do të bëjnë flakën si në sharr. Po që hallafin, ky është problemi, që ne na duhet të kemi gjumë, nëse ju keni mundësi të bëni një studim gjumi, zakonisht njerëzit që kanë demencë kanë sleep apnea, kanë ndalim të frymarrjes dhe ose të bëjnë një studim gjumi dhe pastaj të marrin përdorin një maskë për atë punë, ose në mungesë të asaj unë do ju rekomandoj ose çfarë rekomandoj edhe këtu me fjalë gjithandej është fletja anash, është çike vërtet sepse gjithë njerëzit thonë zgjoj me një mbrapsht. Okej, atëherë do përdorni në këto foto mund të bleni, po janë të shtrenjta, po në një top tenisi i kapur ke bizhama mbrapa ose dy topa tenisit kapur në bizhama mbrapa. Përpiqen sa joni diçka me të qepur funksionon. Jashtëzakonisht shumë rekomandohet për këto, nëse nuk duan të bëjnë sleep study dhe të kenë ose çmimi që është i lartë në fakt. Tjetra janë ushtrimet fizike. Për çdo lloj smundje të sindromit metabolik, kjo është një pjesë jashtëzakonisht e madhe, ose në kushtet e shtëpisë, si këtu në këtë foto, ose në mënyrë profesionale në palestër. Sepse në këtë mënyrë do ulim insulinën. Dhe thash, diabeti tipit të tretë, synimi lufta që bëhet është kundër insulinës së lartë. Po ulim insulinën, do rrisim prodhimin e acideve yndyrore dhe shtoni në këtë pikë bërjen e dushit me ujë të nxehtë dhe pastaj do dalje në temperaturë normale që të ketë diferencë temperaturësh, ndash në verë, ndash në dimër. Rekomandojnë edhe shumë vende sauna, nuk e di sa mund ta bëni, po të paktën mund të përdorni me anë të dushit. Bëni dush edhe dilni për shembull, po jo me njerë në të ngrohtë. Lëreni trupin që të ketë diferenca të mëdha të temperaturës, sepse në këtë mënyrë shkrin dhjamin e bardhë. Gjithashtu ushtrime, siç e thash, ushtrime të trurit. Ushtrime me fjalë kryqe,
me fjalë, me sudoku, labirinte të ndryshme, gjithçka që ka të bëjë me vënien e turit në punë. Përdorimi disa stimulante, këto i kam gjetur, nuk është se i rekomandoj, por punojnë. Kanë treguar se ndihmojnë këta pacientë. Për shembull, kafja punon, sigurisht, po kafja, çaj, disa erza, kumin, ginger, turmerik, piper i zi, spec djegës, kërpudhat disa herë rekomandojnë në dietë. Tjetra, në mungesë të agjerimit, pra unë ja thash gjithmonë, përpiquni të bëni fastin si gjatë. Në mungesë të fastin, ju mund të bleni ketone nga jashtë, janë jashtëzakonisht shtrenjta, nuk u rekomandoj dhe sidomos për kohë të gjata, mund të shkojë $1.000, $2.000 në muaj. Por diçka më lirë mund të jetë këto vajrat, një vaj special i kokonatit, që quhet MCT, medium chain trigliceride, po është çik më i lirë se sa ajo, po që punon jashtëzakonisht shumë. Qofse keni mundësi ekonomike, mund ta përdorni MCT që quhet vaj kokonati MCT. Sepse kanë gjatësi të vogël, 6 deri në 12 karbone dhe mund të kalojnë në barrierën e trurit dhe të përdoren si energji, dhe nga një ana tjetër përdorojnë dhe ketone. Tjetër, janë këto, siç thash, nëse skleroza është e bashkëqyruar me sëmundje të tjera si diabeti, hipertensioni, obeziteti, depresioni, atëherë përpiquni që të shëroni këto sëmundje bashkë me sklerozën. Bëni një strategji që të keni strategjia, siç u thash, metabolike, po për të dyja sëmundjet ose për të treja sëmundjet që janë bashkë. Është e detyrueshme në këto raste, me fjalë, lënia e alkoolit, e duhanit, ëmbëlsirat, akullorat, frutat, për të demencja është sëmundje shumë e vështirë, shumë e rëndë. Kjo ishte një vështrim sipërfaqësor, mbi këtë sëmundje kaq të komplikuar, mekanizmat biokimik të cilat janë jashtëzakonisht të gjera, thash duhen 6 muaj, 1 vit të flasë për këto. Unë sot preka vetëm atë majën e icebergut, do flasim në vite të tjera nëse do jetë e nevojshme. Po këto këshilla absolutisht do t'ju kthejnë jetën e dikurshme normale nëse jeni në fazat e hershme të demencias, dhe do ketë përmirësime nëse jeni në fazat e avancuara të demencias. Gjithë studimet statistikisht kanë treguar që përmirësim tek ndërgjegja dhe ke kujtesa është në mbi 65% e pacientëve, të gjithë pacientëve, çdo lloj stadi, i rënd ose i lehtë. Jetë ose marrëdhënie sociale me familjen rritet në mënyrë shumë signifikative, 32%. E folura, artikulimi dhe e ecura rriten në mbi 33%. Kjo është video për sot. Like, subscribe dhe ju uroj të gjithëve të keni një ditë të mbar. Mirupafshim.